Ishte paralajmëruar që kandidati për kryetar nga lëvizjave të vendosje për Mitrovicën e Jugut, Faton Peci, do të votonte në ora 11:30, ashtu siç ishte marrë vesh edhe me mediat të cilat shprehin interesin për ta përcjellur votimin e tij. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe i njëjti ka shfrytzuar të drejtën e tij për të votuar pikërisht në këtë shkollë prej ku ju flasim tani, Bedri Gjinaj, në qytetin e Mitrovicës, dhe kjo është klasa ku ai ka votuar, pra ku janë edhe personat me mbiemrin P, pra dhe mbiemër dhe shkronja të tjera, klasa e tretë në shkollën Bedri Gjinaj, dhe i njëjtin nuk ka pritur pra ekipet e mediave të cilat ishin në stand tërk për ta përcjellur votimin e kandidatit nga Partia Demokratike e Kosovës, Arjan Tahiri, meqense ashtu ishin marrë vesh në fillim me të dyja ekipet. Pavarësisht që në fillim ishte njoftuar që Faton Peci do të votonte nga ora 10 në këtë shkollë, mirë po na ishte thënë që për arsye teknike votimi i tij do të shtyhej, mirë po ne kemi marrë vesh që arsyeja pse është shtyr votimi është se zotri Peci e ka pasur letërnjoftimin në Prishtinë dhe është dashur që të shkojë ta merr atje dhe të kthehet prapë për të votuar në Mitrovicë. Pra kjo ka qenë arsyeja kryesore që është bërë shtyerja e votimit, por nuk e dim nëse ka pasur edhe ndonjë pakënaqësi sa i përket çështjes se kemi shkuar ta përcjellim edhe kundërkandidatin e tij pra në garën për kryetar të Mitrovicës, që nuk ka pritur mediat për deklarim. Në ato çfarë kemi siguruar nga kolegët e tjerë që kanë qëlluar në vend ngjarje, gjatë deklarimit të tij para atyre që kanë qenë këtu, duke bërë thirrje që të respektohet pra demokracia dhe të shfrytëzohet e drejta për të votuar, janë dëgjuar edhe disa qytetarë në Prapavi që kanë thirrur emrin e kundërkandidatit e tij, mirë po që kjo ka bërë pra që zotri Peci të rikthej edhe një herë deklarimin nga fillimi. Sigurisht që sapo të kemi këtu materialet do t'i përcjellim tek redaksia dhe më pas do të lëshohen edhe në transmetim. Derisa ne do të flasim edhe sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor këtu me menaxherin e kësaj qendre të votimit, që është zotëri Enis Kelmendi. Faleminderit për kohën, a mund na thoni si po shkon procesi deri në këtë moment? Deri këtu është shumë qetë dhe gjithçka po shkon në bazë normalitetit edhe rregullave që duhet respektuar. Prandaj, do thotë procesi është normal, në rregull gjithçka. A ka diçka që dallon nga raundi i parë këtë proces votimit sot? Jo, përgjithsisht është njëjtë, thuajse sikurse në raundin e parë, ashtu edhe tash, domethënë votimi veç ka filluar të intensifikohet, andaj ne vetëm urojmë që të kaloj çështë më e mira dhe të bëhet më. Kemi pasur edhe disa ankesa nga qytetarët sa i përket çështjes së listave dhe mospastrimit të tyre. A keni hasur në këto telashe? Po zakonisht ka listat që do thonë duhet që listat nuk pastrohen ashtu si duhet, do thonë me rregull, po sidomos nuk është ndonjë pengesë e veçantë që mund ta theksojmë që pengon procesin zgjedhor në përgjithësi. Sa për këtë çështje së asistimit, a ka pasur persona që kanë ardhur për të asistuar për familjarë ose individ të tjerë dhe janë lejuar të votojnë? Po, ka raste, po nuk janë të shpeshta. Ka raste shumë të rralla që nuk ka kërkuar me asistu, po do thonë ato janë të rregulluara në bazë të ligjit për votim dhe është gjithçka e kontrolluar. Çka tjetër është se gjatë zgjedhjeve të kaluara ka qenë edhe një tavolinë që është vendosur në hyrje të qendrave të votimit, ku ata qytetarë që kanë pasur pyetje ose kanë qenë të painformuar me mënyrën se si duhet votuar janë orientuar. A është edhe kësaj radhe kjo apo mungon? Jo, do thonë që nga këto palë zgjedhje, do thonë nuk kemi tavolinë ndihmëse dhe kjo është përmendën një pengesë që KCZ-ja ka bërë për funksionalizimin më të mirë të qendrave të votimit, por sidoqoftë do thonë nuk është politikë që mund të rregullojmë ne, por KCZ-ja ka marrë këtë vendim dhe ne kemi kryer punët ashtu siç kemi mujt ne. Por sa i përket angazhimit të stafit ka ndryshime. Do thotë edhe stafi teknik do të thonë nuk është i angazhuar, por do thotë këto janë pengesa që KCZ-ja do thotë duhet më marrë parasysh në zgjedhjet të tjera sepse pa këtë staf teknik edhe ndihmës nuk mundom na me funksionuar mirë. Deri në këto momente që po flasim, si është dalja, a keni dhëna të fundit? Deri në orën 11, rreth 400 votues kanë dalë në qendrën tonë. Më tutje çdo 2 orë ne i marrim të dhënat. Faleminderit shumë.
Pra ishim bashkë me menaxherin e qendrës së votimit këtu në shkollën Bedrigjinaj në Mitrovicë. Falenderojmë shumë Flamurin për këtë paraqitje të drejt për drejt nga Mitrovica. Kemi bërë kështu një ndrim, jo tamam direkt, e keni pas vetëm në pamje të nderuar shikues. Kolegi Arina Mujku dhe kolegu Vullnet Krasniq janë ndruar tashmë me ne, me Muar Brej Shpatin dhe Besnik Tahirin, që nuk besoj se ka nevojë për prezantim. Besniku për herë të parë në këto 13 vite karrierë këtu në Klan Kosova, në këtë proces zgjedhor ndodhet në studio dhe jo në Mitrovicën e tij dhe të gjithë neve. Besnik, si po ndjesh? Ndjen interesante është pak sa më e veçantë për shkak se nëse shkojmë raportimet e para që kena pas në karrierën time, edhe thandëm po ashtu sepse ne kemi nisë në vitin 2013, ka qenë situatë krejt ndryshe, ishte për herë të parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës i organizonte zgjedhjet në gjithë tokën e Kosovës, do të thotë duke përfshirë edhe veriun, dhe ajo ka qenë, për mos me përmend një fjalë të ashpër, po them pak më të butë, ka qenë raportim prej një vatër krize, për shkak se ka pas aq shumë incidente, ka pas aq shumë parregullsi, ka pas njerëzit, saqë rrethi i parë i zgjedhjeve lokale në Mitrovicë, në veri të qytetit, në Leposaveç dhe në Zubin Potok, pashtu në Zveçan, kishte përfunduar me njerëz me maska të cilët i thenin kutitë e votimit, dhe kjo ka ndodhur në shkollën Shënsava në Mitrovicë, pastaj ishte përsëritur edhe 2014 do thotë balotazhi, por ka qenë një nga periudhat më sfiduese për raportim, jo vetëm timin, por kemi qenë atëherë edhe Vullnet Krasniqi, edhe Dibrani Strefi, edhe ekipe tjera, po ashtu kanë qenë dy gjyrues të cilët njëri nuk është më në Klan për shkak se jeton jashtë Kosovës, Bujar Ferizi, dhe njëri i cili është akoma në Klan, do thotë është veteran i kamerës Arben Resilisa, do thotë ka qenë një periudhë e pakrahasueshme saj përket raportimeve, por me vite është bërë më i sigurt paksa raportimi nga ajo pjesë. Dhe kur jemi tek, mirë, shqyrëzotit se tash nuk kemi incidente të tilla, po pak a shumë ka disa çështje që janë raportuar në vazhdimsi në 18 komuna ku ka proces zgjedhor. Sot do të shkojmë sërish në Pej, atje kemi kolegen tonë gazetare Qendres Bellagoshi, e cila do të na njoftoj për të rejat e fundit atje. Qendres. Po, përshëndetje Albrecht, atëherë edhe këtu në Pej, si edhe çdo kund tjetër në fakt, janë pak a shumë edhe çështjet e ngjashme si edhe në komunat e tjera, që janë kryesisht probleme që lidhen edhe me çështjen e votimeve, që është qoftë edhe ato me asistencë, meqense tashmë është thënë se ka ndryshime në çështjen e votimit në këtë formë, meqense tashmë po i kërkohet një dokument shtesë. Për të diskutuar rreth këtyre problematikave dhe rasteve që mund të kenë ndodhur në njërin prej shkollave më të mëdha në Pej, që ka numër më shumë se 8.000 me të drejtë vote këtu. Kam pranë vetes menaxherin e shkollës Azonien Leonora Shoqi. Faleminderit shumë fillimisht për kohën që po ndani për këtë prononcim. Nëse mund të na tregoni, pothuajse ka kaluar tashmë një pjesë e madhe e ditës, si ka shkuar procesi dhe a keni pasur probleme të evidentuara deri në këtë orë? Përshëndetje, faleminderit. Deri me tani nuk kemi pas asnjë problem, edhe pse jemi në njëra ndër qendrat më të mëdha me mbi 8.000 votues. Sipas evidencave që i kam, diku rreth 6% të votuesve kanë dalë për të votuar. Presim që ky numër të rritet, pra deri në fund të ditës të shtohet. Ndonjë problem eventual nuk e kemi pasur, përpos një rast që ka qenë një ish i burgosur ku nuk ka pas të drejtë vote, e cila është evidentuar nga KQZ-ja. Votues me asistencë kemi pas, po kanë pas dokumentin shtesë, ku e kanë pas familjarin i cili ka qenë prezent për votimin, dhe një parregullsi tjetër deri me tani nuk kemi pas. Rasti me të burgosurin, për shkak që ishim dëshmitar gjatë kohës sa konsultueshit me të, ishte në rastin pra në pjesën e parë, raundin e parë të zgjedhjeve i burgosur dhe tashmë është liruar, apo si ishte çështja e tij? Në raundin e parë ka qenë i burgosur, para 10 ditë ishte liruar. E kishte dokumentin që ishte liruar, por në flet votime kishte vulën e vulosur. Në konsultim me KQZ-n, ai nuk kishte të drejtë vote. Ai ka shkuar në KQZ që të merr ndonjë informacion apo të votojë me kusht. Edhe praktikisht tashmë mund të kthehet vetëm nëse konfirmohet nga KQZ se i ofrohet një drejtë vote. Nëse konfirmohet nga KQZ, atëherë
a i ka të drejtë vote si çdo qytetar tjetër. Deri më tash ka pasur raste qoftë fotografimit të votës, qoftë të ngjashme që rëndom janë pjesë e proceseve zgjedhore në gjithë vendin. Ka pasur të lajmëruara deri më tash? Jo, nuk kem pas asnjë rast të tillë, as ndonjë